Thëshin hajtë se kur të kthehen kryetarët e komunave në veri nga komuniteti serb, ka më rikthy Vereu në pikën 0. Në atë pikën e vitit 2013, ku LDK ka për shembull synim me rikthy Vereun. Cuk, nuk kthehet më Vereu atje. Dhe betimi i kryetarëve nga komuniteti serb, kryetarëve të komunave atje, nuk duhet më u marrë si dorëzim apo me u paraqit si dorëzim, se ata nuk u dorëzuan askund. Ata thjesht janë duke kuptu dhe kanë kuptu tashmë se edhe ajo pjesë e Kosovës është Kosovë dhe rregullat e Republikës Kosovës duhet më respektu. Kështu është dashur me qenë edhe më herët, por në atë kohë kanë pas halle tjera këto partitë që kanë qeverisë Kosovën, banda në veri, banda në jug, banda në Prishtinë, banda në Mitrovic. Milionat me u gjeneru, me u pasunu njerëz, me u ratu. Kosova, hajtë se ma vonë. Kështu që asgjë e çuditshme nuk po ndodh. Po ndodh diçka që është në rrjedhën logjike të atyre veprimeve që kanë ndodhur këto 3-4 vjet e fundit. Risistemimi i Vereut, normalizimi i Vereut dhe funksionalizimi i jetës socio-ekonomike e politike në atë pjesë. E kjo i konvenon edhe serbëve lokal, sidomos atyre që jetojnë aty. I përshëndes betimin e kryetarëve në gjitha komunat e Kosovës, edhe në ato veriore, dhe pres që secili kryetar me punu në shërbim qytetarëve që i qeverisë.